Ramazani po vjen dhe gjithsecili prej nesh jemi bërë gati ta presim, siç ishin bërë gati sahabët dhe vetë Muhamedi alayhis salam, të cilët luteshin përpara se të vjen Ramazani dhe thoshin: o Allah, bëje këtë Ramazan për ne, pra ta arrim atë, ta nxem pra sevapin apo shpërblimin e këtij muaji të begat. Pse përmendet fjala muaj? Pra, kur e përmendem ajetin kuranor Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra, muaji i Ramazanit është muaji në cilin ka zbritur Kurani, është muaji i Kuranit, është muaji i leximit të Kuranit. Për të cilën gjë ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil-'abdi fil yawm al-Quran. Pra, pastaj thot ikra al-Quran, lexon e Kuranin. Fa innahu ya'ti shafiyan li ashabi, sepse ai do të bëhet pra ndërmjetësim për ju. Sigurisht pra Kurani është fjalë e Zotit, është muxhize, me leximin e tij përndritemi dhe kënaqemi. O, sa dashuri e madhe kur lexohet Kurani. Kënaqësi e vërtet, sepse aty në çdo sure fillon me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit. Pra Zoti është mëshirues dhe ka mëshirë për gjitha krijesat e tij. Mëshira e tij ka përfshi çdo gjallësë, çdo krijesë. Dhe shiu që vjen prej së lartit, siç thot Allahu në surën Al-Bekare: wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dhe thot nga qielli dhe nga toka, thot ne dërgojmë pra nga qielli shiun, ujin, pra dhe nga burimet toksore, që t'jetë ky pra i përshtatshëm për mbar gjallësat, për tokën, për njerëzit dhe për gjithë bimësinë edhe për shtazët edhe për njerëzit. Pra gjitha këto të mira të Zotit duhet i shprehim atij falënderim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe të mirat e Zotit janë të panumërta, janë enumerike. Sigurisht pra, ky muaj kërkon që të lexohet në këtë muaj, pra lexohet Kurani. Vërtet një shtëpi që nuk lexohet Kurani nuk ka bereqet, nuk ka rahmet. Andaj besimtarët janë të lidhur me Kur'an dhe agjërimin. Agjërimi dhe Kurani na mësojnë që të jemi durimtar, nën 1, nën 2 të jemi vigjilent, nën 3 të shtojmë shpërblimet, nën 4 muaji i shenjtë është muaji i leximit, pra të shtojmë shpërblimin më shumë. Të edukohemi nën 5 me studim, lexim, urtësim dhe agjërim. Nën 6 të jemi të afërt me njerëzit, sepse kur lexojmë për krijesat ne meditojmë.